A Sulemani këtu? Nuk mojt ideale edhe diçka si shofërbimi i zërë burrë në gjithë ka shumë edhe. Ta kujtojmë që kryeshefi kishte pranuar se e kishte autorizuar Gungën për të negociuar me kompanitë. Pra, punë ti kryen Dugaxhini, ato ja miraton vllau i tij Valoni si menaxher i kontratës, ndërsa parat paguhen te Sulejman Burjani që është pronar i kompanisë AMBR. Në regjistrin e bizneseve, kompania AMBR e ka adresën në rrugën Musa Zajmi në Gjakov. Me datë 3 mars kemi kontrolluar nëse biznesi është duke u funksionu. A Sulemani këtu? Po, a? Okej. Jo, s'ka lidhje. Dashna me vetë për këtë farë garazh, a është të punu ala, as është të punu, sa dashna me ditë. Për një kepe. A është të punu ala? Shpejo, a? A ne ka tjetër garazh dhe na? Alo, përshëndetje. Shëndetje. Apo flasim me Sulejman Burjani, apo? Kush është telefon? I ndërruar jam Gzoni, gazetar në kallzo.com. Qështje? Nuk po të njëjtës. Të tjera me të pyetje lidhe me këtë kontratën. Pra Sulejman Burjani nuk pranoi të përgjigjet në pyetjet tona rreth kontratës që kanë lëshuar me Kreu Gjakovën, ndërsa garazhi i atij që figuron pra në kontratë rruga Hysni Zajmi në Gjakov nuk figuron fare, pra nuk ekziston hiç. Këto në rrugën Musa Zajmi në Gjakov është adresa zyrtare e regjistruar e kompanisë AMBR. Këtu po shohim që nuk ka asnjë autoservis, po për çdo rast po provojmë na thirr pronarin e kompanisë Sulejman Burjani. Pra, pronari i kompanisë AMBR Sulejman Burjani nuk po na hap telefonin me na tregu se a ka funksional autoservisin përmes të cilit e ka fituar kontratën me kompaninë rajonale të ujësjelljes së Gjakova. Kryeshefi i kompanisë Kreu Gjakova, Hasan Krasniqi, është incizuar tek flet për rregullimin e letrave për të ndenjë për servisim të makinave. Ai është incizuar tek tregon se e ka angazhuar shoferin e tij për të kërkuar kompani që e kryen këtë punë. Në fund, shoferi i kryeshefit është caktuar menaxher i kontratës, ndërsa makinat servisohen në kompaninë e familjes së tij. Na kemi tentuar me kontaktu Valon Gungën, por kontakte me të ka qenë i pamundur. E kemi lyp në Kreu Gjakova, në kompaninë e familjes së tij, në email, në telefon, gjithkohë e kemi kërku, por ka qenë e pamundur kontakti me të. Bile, vllai i tij na ka kërku me u largu prej autoservisit të tij. Valon. Qështje? O Valoni këto? Se unë duhet të lidhe me qatë që është në qërë dje. Po, favor. Qësh mu mi kontaktu? A mund është një numër telefonit të ti në ma japë? Ja. Se unë e kesh djallë në tërmare, po edhe sët kesh, po nuk është atë. Ja, nuk mojt ideale edhe diçka si shofërbimi i zërë burrë në gjithë ka shumë edhe. Nëse filmon burrë? Jo, Sa filmon? kartë me folë. Jo, valla, se nuk është Valoni, a ka mundësi. Unë jam punëtori. Po. Punëtori. Sa ajo është menaxher i kontratës, për që ata po na duhet. Edhe po, që është kompani mundi mi gjithë. Së është? Vallai nuk kam shumë po. A o lodhët? Që sheni? Po desh Valon Gunga, a është të? Së është, a? Ku është, Adin? Po, a? Alo, Alo, përshëndetje? përshëndetje. A po flas me Valon Gungën, apo? Po, na? I ndërruar unë jam Gzoni, gazetar në kallzo.com, edhe deshta me t'i bo disa pyetje në lidhe me që të... Jam të vëzik tjere një përshëndet shoki. A mundesh... Në ndërkohë kemi vazhdu me kërku llogari nga kryeshefi i Kreu Gjakovës Hasan Krasniqi. E kemi telefonu Krasniqin për me i kërku intervistë.
Në bisedën e parë, ai ka nisë me na akuzu që po tentoj me i bo shantazh. Alo, përshëndetje zotër Krasniqi. Shëndetje. Aktualisht kush duke i servisu veturat? Firma që ka fitu me procedurë të përshpejtuar. E a ki ditë që jem tu servisu veturat aty të Valëngunga, do më thonë të vlau i vetë? Nuk servisohen aty. Po në kesh aty edhe i parë që jenë aty. Do më thonë dy vetura të kërru që... Por na? Ti po gabim ose je ka shantazhon sukur ata tjerë si të kanë qu. Jo, unë ma herët kesh edhe parë që dy vetura të kërru Gjakovës janë në garazhdën e Dukagjin Gungës. Nuk ki mundësimi po ato as nuk është çështë. E kam edhe të gjerune. Nuk ki mundësimi po as gjerune, veç nëse ki mund tu.